Unë me tokë aty, po rris 5 fëmijë. Jam baba 5 fëmijë. 4 goca dhe qonë. Ti ka 4 vajzat e mia të shkencat sociale, nga 400.000 lekë ka qenë tarifa. Shteti shqiptar mu mi merr taksa makine, taksa motori. Makinë tash e kam blerë, me cop motor i qosh ato fëmijë jam 5 km nga kombinati i larg. Ngrihem kam 25 vjet që ngrihem 3 gjys mjesit. Për ditë, për ballu jetesën aty është mirë. Vetëm time dhe grunë kemi harruar. Hiku kjo pjesë. Lekët si ka marrë. Unë do t'i ushqej fëmijët. Ka 2 vjet që është marrë prona, ku do t'i ushqej Urbaktin që 30 fëmijët? A e menon shteti këtë? Unë një muj ta lej energjinë elektrike pa paguajt, shteti vjen pret dritat. Ato dritat e famshme që janë, ato janë tamam. 2 vjet i lash pa paguajt. Energjinë elektrike kam paguajt rreth 1 milion lekë, kam paguajt vetëm çka quhet ajo? Kamat vonesë. Kamat vonesë. Po për pronën time, jo lekë që s'po m'jep mu shteti kamat vonesë. Për këtë luftuan ato 2 xhaxhallarët e mi, 2 vëllezër e babës tim, që të vishë më marrë pronën si do qefi ty. A na kanë listë ky shtet neve?